A mundesh më na tregu se çka e ki Gjulin? Gjulin e kam shoqe, edhe jam me faqe e kam një shoqe që është si përmarrë se ka që madhe, edhe është femën që inspiron femna tjera. Po, apo na tregon se me qa mirë është ti si një bukuroshe që përshop për momentin. Faleminderit shumë. Prej moshës 20 vjeçare e kam biznesin tem, kam sallon estetik, edhe kam fillu me shpërndaj jetën tem në rrjetet sociale ku më ka shërby kogja shumë. Edhe po shpresoj me u marrë edhe me rrjetet sociale në të ardhmen e afërt, me ngrit këtë profesion. Do me thonë të pëlqenë rrjetet sociale, media, ta presim diçka për teje, naj gazetari ose naj televizion? Në të ardhmen e afërt nuk e di çka mundet me sjell, mirë po jo me hapun për botën e televizionit. Po, a kishe pas një guxim qaq të madh sa Gjuli me bo pjesën e shtatzanisë që ajo ka vendos me e bo? Unë menoj që femnat ja dalin gjithmonë, edhe prej eksperiencës jetës jam rrit prej një femne shumë të fortë, që i ka bo të dy role, që ka qenë vetë nana dhe vetë bab, edhe menoj që gjithçka është e mundën, edhe më pëlqen shumë me inspiru ka shumë femna tjera me bo po të njëjtin sen. Mund vjen mirë që kjo arë me suportu një femën ose një grua, pi thëm tash, ka që të fortë si që njohim na Gjulin, po për në fund se çka i thu Gjulit ti? Vazhdo kështu, se di, Gjuli është fenomen në veti, kështu që çdo fjalë që e thon për ta është e tepërt, mirë po keep shining. Faleminderit shumë edhe kaloj një natë shumë të bukur sonte. Faleminderit shumë edhe prej juve.